Sekretet e xhamisë së lashtë që askush nuk i di. Xhamia e lashtë përfaqëson një dëshmi të rrallë të historisë shpirtërore dhe kulturore të një qytetërimi që ka kaluar shekuj sfidash, ndryshimesh dhe besimit të palëkundur. Brenda mureve të saj të vjetra ruhen tregime që nuk gjenden në libra, por që përcillen përmes heshtjes, dritës dhe arkitekturës së saj misterioze. Gurët e kthendur me kujdes tregojnë për mjeshtër anonim që kanë punuar me përkushtim duke fshehur simbole dhe mesazhe që vetëm syri i vëmendshëm mund t'i dallojë. Thuhet se orientimi i xhamisë nuk është rastësor, por i lidhur me yje të caktuar, duke krijuar një harmoni mes qiellit dhe tokës. Në orë të veçanta të ditës, rrezet e diellit dëpërtojnë përmes dritareve të vogla dhe formojnë figura që ngjajnë me shenja shpirtërore. Një sekret tjetër lidhet me akustikën e brendshme, ku një përshpëritje pranë mihrabit mund të dëgjohet qartë në anën tjetër të sallës. Kjo teknikë e lashtë besohet se është përdorur për mësim dhe lutje pa pasur nevojë për zë të lartë. Legjendat lokale flasin edhe për një dhomë të fshehtë në dysheme, e cila shërbente si vend meditimi për dietarë. Edhe pse hyrja e saj nuk është gjetur kurrë, shumë besojnë se ajo ekziston ende. Xhamia mbar gjithashtu gjurmë të ritualeve të hershme, të cilat janë zhdukur me kohën, por kanë lënë shenja në dekorime dhe mbishkrime. Këto elemente sugjerojnë një bashkim mes artit, shkencës dhe besimit. Sot vizitorët ndjejnë një qetësi të pazakontë sapo hyjnë brenda, sikur hapësia ruan energjinë e lutjeve të panumërta. Sekreti më i madh i xhamisë së lashtë ndoshta nuk është një objekt apo vend i fshehur, por ndjenja e përjetshme e lidhjes mes njeriut dhe së shenjtës, e cila vazhdon të jetojë në heshtje. Historianët që kanë studiuar këtë monument besojnë se ndërtimi i tij ka kaluar disa faza, secila duke reflektuar periudha ndryshme të caktuara. Dokumentet e humbura përmenden shpesh në rrëfime gojore, duke shtuar misterin rreth origjinës së saj. Disa motive gjeometrike mendohet se përmbajnë kode numerike të lidhura me kalendarin hënor, kamëri, ndërsa të tjerë shohin në to udhëzime morale për brezat e ardhshëm. Restaurimet e bëra me kalimin e viteve kanë zbuluar shtresa bojrash, shkrimesh që dëshmojnë për një jetë të gjatë dhe aktive të objektit. Edhe sot imamet dhe studiuesit diskutojnë mbi kuptimin e saktë të disa simboleve, duke pranuar se jo çdo sekret duhet domosdoshmërisht zbuluar. Kjo xhami vazhdon të qëndrojë si një urë mes së kaluarës dhe së tashmes, duke ftuar çdo vizitor të reflektojë mbi këtë xhami kaq të bukur, mbi kohën, besimin dhe trashëgiminë që lëm pas. Së fundi heshtja e saj flet më shumë se çdo shpjegim, duke kujtuar se disa të vërteta ruhen më mirë kur respektohen dhe ndihen, jo kur shpjegohen plotësisht nga fjalët e zakonshme të përditshmërisë. Kështu, xhamia lashtë mbetet një mësues e heshtur për durimin, për kushtimin dhe fuqinë e kujtesës njerëzore, duke i dhënë kuptim thellë lidhjes son me historinë, identitetin dhe shpresën e përbashkët njerëzore të përjetësisht. Ky dokumentar i kushtohet gjitha xhamive në trojet shqiptare, të cilat janë ndërtuar nga dora e vet shqiptarëve, xhamive nga guri dhe nga elementet drusore tradicionale vendore. Prandaj t'i kujtojmë gjitha ato merita të prindërve tanë dhe familjeve tona që i ndërtuan në ato kohra, pra këto faltore, të vende ku ne të lutemi Krijuesit dhe ta madhërojmë për të mirat që na i ka dhënë.